është pyetja e fundit. Ta fillojmë nga Arbëri, më pas Brisi. Në vlerësimin tënd Arbër, edhe si banor, jo vetëm si gazetar i këtij vendi, a mendon se kjo qasje e qeverisë Rama në afat mesëm dhe afat gjatë është formula e suksesit, apo na pret një kataklizmo tjetër derisa fillon me atë radhën e ushqimit, tollon, triske dhe pastaj kujtohemi që na duhet kapitalizëm i vërtet. Jo, nuk jemi në atë situatë. Që t'jemi të vërtet edhe shpresojmë të mos t'jemi, sepse në fund ditës na intereson e mira e përgjithshme, na intereson që ky vend, pavarësisht kush është në krye, të jetë dhe të ketë performancën sa më të mirë. Unë mendoj që bujësia ka patur një boom të jashtëzakonshëm, sidomos gjatë pandemisë. Ishte një nga sektorët me një performancë të jashtëzakonshëm, por çuditërisht nuk e di çfarë ndodhi më mbrapa. Ullën subvencionet, ullë dhe buxheti për këtë sektor. U mërzitën importuesit. Ndërkohë që ishte një nga sektorët, jo, nuk e besoj, se cilësia është, pra, prodhimet shqiptare janë shumë cilësore. Por ka dhe një gjë, unë nuk e kam kuptuar edhe sot e kësaj dite, nuk e kam të qartë përse pati një ullje të vëmendjes nga Ministria e Bujqësisë kryesisht, por dhe nga ekzekutivi për fermerin dhe për ata që merreshin me bujqësi. Dhe kjo u vure me njëherë, dha impaktin e saj, duke patur një rënje të prodhimit, rënje të eksporteve. Kemi sektorin e blektorisë që është shumë problematik, duhet të theksuar, nuk gjen. Ka humbur mbi 60%. Kjo lidhet pak edhe me mënyrën me edukimin që duhet të kenë një pjesë e njerëzve që merren me këtë zanat. Pra, ka të bëjë me mungesën e politikave, po ka të bëjë edhe me mungesën e edukimit. Se është e pamundur ti të bësh bashk 10 njerëz që merren me bujqësi, ndërkohë që pjesa më e madhe presin që t'i vej atje ai që grumbulluesi t'i vej te shtëpia, t'i marrë produktin dhe më pas ta çojë në treg. Nuk funksionon kështu. Pra duhet të ketë një organizim dhe një rregullim dhe poshtë, por duhet të ketë patjetër një vëmendje më të madhe. Unë mendoj që bujqësia është lënë pas dore. Ti do të vësh bazë të bujqësia, pra. Bujqësia jo duhet vë bas, po shpresoj dhe unë dua që bujqësia të ecë më mirë, sepse kemi vërtet produkte shumë cilësore, kemi një tokë shumë të mirë dhe vërtet që bujqësia jonë mund të bëjë një performancë shumë të lartë. E kuptoj. Dhe ka një gjë, sepse pse them bujqësia? Pak a shumë ekonomia e qytetit është e orientuar, është e qartë deri ku edhe e saturuar pak a shumë. E saturuar, por ajo që ngelet janë zonat rurale, pra. Fshati po boshatiset. Po fshati ka një arsye pse boshatiset. Njerëzit ikin sepse s'ka vërtetje të nuk ushtrojnë dot atë që din të bëjnë. Pra puna e tyre dihet kush është. Dhe s'ka shërbime. Po. Dhe po jo janë zinxhir. Shëndetësia, arsim s'ka. Janë zinxhir ato. Nëse ti investon më shumë në bujqësi, njerëzit do rrinë më shumë. Do të je detyruar si shtet të ofrosh arsimin, të ofrosh shëndetësinë, pra vin zinxhir gjithë elementet. Por mungesa e vëmendjes mua më ka habitur dhe nuk e kam kuptuar ende pse ka ndodhur pasi një performancë kaq të lartë që ka dhënë bujqësia. Është dhe kjo puna. Ngriti më kokë bujqësia që kur hoqën Braçën nga kryeministria. Çuçi ka qenë. Po i së vërtetës, performancën më të mirë bujqësia ka patur në kohën e Çuçit, por ishte pandemia. Le të mos bëhemi kaq romantik. Jo, ishte pandemia. Po ti lejoj ca gjëra, po mos bëhemi kaq romantik. Jo, se kam te emri. E kam tek momenti. Po, ishte momenti. Mos ja thuaj këtë atyre të Konispolit se do të ngrihen protesta kundër teje, se mbajnë mend një periudhë tjetër kur subvencionoheshin mandarinat atje dhe arrat në veri, kështu që kanë. Nuk e di atë, pastaj ka një gjë, po ta them, që bujqësia ka problem. Por unë nuk jam shumë edhe me këtë pjesën që shteti duhet të jetë kudo. Unë jam te teoritë liberale për vete. Dakor. Pra për mua kemi ky vend i vogël pra. Për mua shteti duhet të ketë rolin që ka, po nuk duhet të jetë shteti për çdo gjë. Sepse në fund të ditës shteti nuk është një aparat i ngurtë. Në fund të ditës shteti është i përbërë nga individ. Dhe janë individ që nëse koha ka treguar që janë individ të cilët po i dhe shumë pushtet, i jep dhe hapësira për të abuzuar. Dhe automatikisht kur jep hapësira për të abuzuar nuk shkon gjëja siç duhet. Prandaj jam më shumë që shteti të jetë sa më pak, po të jetë orientues. Mos e trondit audiencën e Syrit tani duke dalë edhe ideologjikisht i djathtë se unë në atë parim jam. Do jetë too much pastaj për ta. Shiko, ajo është më e mira. Beshaka. Jo, po kuptoj unë shakën tënde, po ajo është më e mira që i duhet vendit. Problemi është që këtë politik nuk e ka asnjë qeveri, asnjë parti politike në përjashtim të Aglonshehajit. Asnjë nuk i ka këto teza politike. Hapi dëgjoj. Nuk e ka as e djatha, as e majta. Ky është problemi. Dakor. Brisi? I konfirmoj që këto mendime Arbi ka vite që i thot. Mund ta konfirmoj pra këtë
Mendon nuk po e ndryshon, thotë që është e syri, por. Flasim për bujqësim. Kur ti kur bëni analizë, për modelin edhe që do analizosh veprimet shtetërore, se ne këtë themi pra, që shteti vërtet duhet të jetë kaq shumë prezent, po shteti duhet të jetë, pra ne kemi shtetna. Do ishim në anarshi. Dhe pra nëse kemi një shtet përgjegjshëm dhe një qeveri me vizion dhe të përgjegjshme, kjo qeveria duhet të orientojë apo kur ka problematika që bujqësia erdhi në kurbritse dhe ty të fillon rënja, një qeveri e përgjegjshme fillon të ndërhyn. Tani nëse i bëjmë analizën bujqësisë, ne dalim një konkluzion shumë thjesht. Është shteti që e shkatroi. Pra, këtu nuk është ndodhi diçka ua që na ndodhi, dhe kjo ra dhe shteti jon ishte i papërgatitur apo ç'a do bëjmë ne, nuk e gjeti dot dhe u shkatru bujqësia. Sepse ç'a ndodh? Të gjitha politikat që këta kanë bërë, të gjitha ndryshimet ligjore që këta kanë bërë, të gjitha pjesa e subvencioneve që nuk u bë kurrë, vjedhja e fondeve, tash gjithë kjo lloj historie, jeshtë po shteti. Se po ta marrim, personi, sepse ka diçka që ta arbrit që është shumë e vërtet. Dhe këtë problematika ka ngritur i pari, në fakt Niko Peleshi, sepse ka qenë i pari që propozoi bashkimin e fermerëve për shkak të tokës, parcelave të vogla që kishin tasës, po i bie shumë gjatë. Në formë kooperative. Të bënte atë që ka bërë Italia, që janë bërë bashkë në kooperativa. Okej? Jam le fermerët. Fermerët tani kishin shumë të vështirë këtë gjë. Ka qenë propozimi i Regione Puglia. Nuk ka bërë bursë. Ti ke shteti shqiptar që i lejoi pikat e grumbullimit ku mbi 40-50% të tyre personalisht i kam mëshu gjithë në kallëzim penal. Sepse abuzonin me atë skemën e TVSH-s që kishin ato koha. Dhe ti ke po shtetin, se të gjitha politika që ty të ka bërë është u mbylli në përreth e spitalet, u mbylli shkollat, u mbylli institucionet publike që mbanin që njëri punonte te institucioni publik, te zyra arsimore apo zyra bujqësisë apo ku diun një çdo zyrtari që kishte shteti dhe i solli o i bëri rajonale o i solli gjitha shërbimet në Tiranë, sa kishte nevojë Tirana më shumë për të punësuar prodhtar shteti dhe ndërkohë vrau të gjithë të infrastrukturë, okay? U mori tokat, sepse ç'a ndodh? Ne po na ikën bujqësia dhe blegtoria dhe ne na ka mbir biznesi i ri dhe mundësia e re e kësaj qeverie parqet fotovoltaike vlla. Që se ç'a prodhojnë ato, unë nuk e di, pra çfarë ekonomi shkallë të jep ty dhe çfarë punësimi të jep ajo që është një panel, ka i kabin, ka vetëm një roje. Pra është një lloj industrie pa duhet, patjetër, po ka vende plot ku mund të bëheshin dhe jo të merreshin tokat e fermerëve, sidomos në zona si Erseka, Lushnja, Fieri, që janë zonat tona, që janë buzëqira që janë më të mirat. Po, bujqësore. Okej? Edhe në Gjirokastë patjetër, se ne ande jemi që zonë më egër dhe kemi më shumë blegtori se sa bujqësi, por janë po këto politikat shtetërore që jo vetëm që e dekurajuan, por e vran këtë industri. Sepse ti zotri edhe produkti jon që thot arbri që është i mirë, ti zotri e vrave që në momentin që fute ato pesticidet, që kur produktet tona shkojnë për eksport, bllokohen një herë, dy herë dhe aq është sa do të bëhet një herë, dy herë reklama keqe, ti do jeni gjatë gjithë kohës me alert edhe me risk të kuq atje që sa çdo gjë që kalon shqiptare bujqësore do kontrollohet. Dhe i vrave dhe me pesticide, dhe ndërkohë e fundit është që ti sot nuk konkuron dot produkti jot në bazë të çmimit për shkak të kostove të punës dhe të çmimeve që kemi për inputet dhe si prodhohet tek ne, nuk konkuron dot me produktin serb dhe ne inshallah nuk mërzitet ndonjë ditë Vučići me ne, se miell ke serbi, qumësh ke serbi se do na bëni ata dhe ne marrojmë, se me plak në luftë ne as grur për me hongër bukë s'kemi në këtë vend, që të jemi të qartë. Pra ky është rëndësika që kemi regjistruar deklaratën në Ylli Bukut. Rëndësika që kemi në arkiv deklaratën edhe 3 ditë buka, kështu që ta përgatisim publikun. Largo zot, largo zot. Faleminderit Arber Hitaj, faleminderit Bris Sheaj, në do kemi shkëputit të vockën fare publicitare, rikthehemi pas.